krejt problemi është se po thojnë a largë është aja ditë, ndërsa Allahu po thot është afër. Krejt që kjo po na mashtron mos më ndrejsh me Allahun. Allahu dëshiron që të na ngul në zemra madhështinë e kësaj dite. Është quajt Yaumul Qiyamah, dita e Kiametit. Dhe Allahu Azza wa Jall betohet në këtë ditë duke thënë la uqsimu bi Yaumil Qiyamah, betohem në ditën e gjykimit. Se është larg dita e gjykimit. Jo, mjo vetë juve këtë ditë e shini fort larg dita e gjykimit, ka vakt për jetë. Krejt që kjo po na mashtron mos më ndrejsh me Allahun. Mos më ndrejsh raportin me të, shpresa e gjatë. Të thonë ka vakt, përmirësohna. Me bëmë na vetë dikush, a jenë gjendje me vdek që tash. Ama sinqerisht me dhonë përgjigje, gjithë e dina çfarë përgjigje jepëm. Sigurisht se jo. Po pse s'po ndrejshëm, krejt problemi është se po thojnë a largë është aja ditë, ndërsa Allahu po thot është afër.